Ju përshëndes të gjithëve. Nga sot ndryshojnë rregullat e avionit, rregullat e biletave të avionit. E ka bërë Ryanair, por unë jam i bindur që shumë shpejt do ta bëjnë edhe kompani të tjera. Dhe shumë shqiptar sot, pothuajse 60%, 70% të shqiptarëve udhëtojnë me avion dhe është mirë që të jemi të informuar. Madje do t'ju lutesha nëse është e mundur të lini komentin tuaj në këtë video dhe ta shpërndani në mënyrë që edhe të tjerët jenë të informuar, sepse duke u informuar kemi një avantazh. Tani, çfarë ka ndodhur me Ryanair? Me Ryanair tashmë nuk mundesh që të prezantohesh me biletën e avionit të stamposur, sepse nuk vlen më. Pra, bileta letër nuk ekziston më nga sot e tutje, por jeni të detyruar që të shkarkoni aplikacionin e Ryanairit. Pra, duke shkarkuar aplikacionin, regjistroheni aty dhe filloni pastaj që të bëni biletën. Madje, ju mund të bëni edhe skanimin e dokumentit, jo vetëm të pasaportës, por edhe të kartës së identitetit. E mbani mend që ju kam thënë që shumë shpejt nuk do të ketë më kontrolle siç bëhen tani, por do të jenë kontrolle digjitale. Pra, mjafton që ju me anë të pasaportës apo të kartës së identitetit ta bëni me anë të atij QR, pra një kodi që gjendet aty, ajo e skanon dhe formon një tjetër QR dhe ky futet në sistem. Bile jo vetëm kaq, por edhe valixhet nuk do të bëhen më me check-in si gjithmonë, por do të jenë vetë ju që do të bëni check-inin. Si ndodh kjo? Duhet që të njihni rregullat, së pari duhet të dini se sa është madhësia, pesha dhe gjërësia e një valixhe, ajo e dorës, siç e dini të gjithë, është 40-30-20, kurse ajo për të bërë check-in që ta vendosësh në stiv është 50-30-20. Kështu që pesha 20 kg e kësaj, kurse 10 kg, maksimumi 10 kg e asaj valixhes që ti çon sipër. Pra, është mirë që të jeni të informuar, sepse këto janë rregullat e fundit të Ryanairit. Mirë po, nuk është vetëm kjo, por në qoftë se kohët e fundit tani ata po i lënë dhe një shkak tjetër, pra këtyre që nuk kanë telefona smart, sepse ka shumë njerëz, duhet të dini që shumë njerëz nuk kanë telefona smart dhe u kanë lënë të drejtën që në një periudhë të caktuar 3, 4 apo ndoshta 5 muaj ose ndoshta edhe një vit, ata që nuk kanë telefona smart mund të shkojnë që të bëjnë check-inin aty, por duhet ta vërtetojnë sepse jo të gjithë mund ta bëjnë. Pra rrallë do jenë dhe ata, ose dikush që ka humbur telefonin, nëse kanë humbur telefonin, shkon aty dhe bën check-inin në vend. Po pse bën tani Ryanair këtë? E para një që është një urdhër nga sipër, sepse shumë shpejt, siç e kemi thënë, do të jetë çdo gjë digjitale. Por tjetra, që është akoma më e rëndësishme, do t'i heqin check-inët. Me kalimin e kohës do të zhduken fare. Pra ti do ta bësh check-inin duke shkuar në një telekamer, të kapin fytyrën, pasaportën apo kartën e identitetit, njëkohësisht edhe atë biletën që është gjithmonë online, dhe ti vetëm do kalosh, sepse do jetë e shpejt. Ajo vetëm bën skanimin dhe ti futesh. Pra kjo sepse duhet t'jesh e bën check-inin menjëherë, pra direkt. Tjetra, të mbani mend që shumë shpejt do të ketë edhe një kontroll po aq edhe si mund të quhet digital, i digitalizuar, sepse brenda Komitet Bashkimit Evropian do të jetë i digitalizuar që do të bëjnë kontrollin e evropianëve, pra të shpejt, por kjo me kalimin e kohës do të bëhet edhe për gjithë botën. Ç'do të thotë kjo? Një kontroll i menjëhershëm kudo që t'jesh. Pra s'ka nevojë, s'do të ketë më as pasaporta, as karta identiteti, po them letër, por do të jetë çdo gjë digjitale. Siç e kemi thënë, nëse mbani mend, në Shqipëri kanë filluar që ta aplikojnë, sepse do të jetë një vend ku ti ke të gjitha të dhënat aty. Pra pasaportën, kartën e identitetit, patentën, çdo gjë. Pra do të jetë aty. Dhe ai lloj sistemi do të aplikohet në gjithë botën. Pra jo vetëm Shqipëria do të ketë një, Italia një tjetër, Gjermania një tjetër, pra secili shtet. Por të gjitha së bashku do të jenë të lidhura në një, siç e kemi thënë dikur, që çdo gjë do të jetë një. Pra, nga sot e tutje, të mbani mend që nuk mundeni që të stamposni atë biletën, por do ta bëni nëpërmjet aplikacionit për sa i përket Ryanair. Por siç ju thash, shumë shpejt do ta bëj dhe Wizz Air dhe të gjitha këto që udhëtojnë shqiptarët. Po flas
sepse të gjitha kompanive ju është dhënë urdhër dhe sa të përgatiten, ata përgatiten në fakt për të aplikuar këtë lloj sistemi. Pra një lloj sistemi digital i shpejt dhe pa gjitha ato probleme, që është e vërteta, sepse ku shkoni atje keni vënë re, jo peshon më shumë, jo peshon më pak, do të jetë strikt. Kështu që bëni kujdes, nuk do të jetë më si më përpara. Nëse ju keni 22 kg ose 23 kg në valixhe, nuk është e mundur, sepse ai është standardi dhe ajo është në mënyrë automatike. Ju kur vendosni çantën aty, do të jetë aq. Ose kur bëni biletën, për shembull nga aplikacioni që shkoni bëni biletën, aq është dhe nuk mundeni që të thoni jo, për shembull zgjidhni vendin që i thua aty tek check-in një stewardese, jo unë dua pagoj më shumë apo më pak. Ajo është edhe kaq. Pra nuk do të ketë më lëvizje tjera sepse do të jenë standarde. Ju informova sepse siç ju thash shumë nga shqiptarët udhtojnë dhe është mirë që të jemi të informuar. Pres komentet tuaja dhe shpërndajeni këtë video. Faleminderit.